Përshëndetje, sot po përgatisim një ëmbëlsirë shumë të sheshme tatli me 2 ngjyra, një recetë që gati kisha harruar për me përgatit. Do të fillojmë me këtë recetë shumë të mira dhe të sheshme, tradicionale. Fillojmë. Së pari përgatisim brumin. Për me përgatit këtë tatli na nevojitet një ves, mandej sheqer, një gotë të çajit. Pra i merr një gota që i kanë nga 100 ml, 100 ml vaj edhe 100 ml qumsht. Po e vreni që gotat nuk i kanë mbush plot sepse janë nga 120 ml. Dhe tash një pak o pluhur për pjekje. Vazhdojmë i përzim krejt me lugë, ngadal derisa të tëriten mirë dhe të bashkohen, e pastaj në fund e shtojmë edhe mielin. Mielin e shtoni gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Mbarësisht nga veza që do të përdorni, ashtu edhe miell do t'ju shkojë. Për afërsisht 450 gram miell, mu deshtëm për ta përgatitur edhe brumin e parë për me përgatit tatlien. Por brumi duhet të jetë kështu si në video, po shikoni jo shumë edhe i butë ta bëni, pra pak më i fortë. Tash vazhdojmë edhe e ngjeshim brumin mirë derisa të ngjeshet edhe ta merr atë formën që duhet ta ketë. Vazhdojmë edhe në tavolinën e punës duke ngjeshur brumin, edhe brumi kur ngjeshet mirë normal edhe ëmbëlsira bëhet më e mirë. Pasi kemi gati brumin e parë, vazhdojmë përgatisim edhe brumin me kakao. Dhe tash për me përgatit brumin e dytë do të përdorim masat e njëjta. Një ves, një gotë sheqer, një gotë qumsht edhe një gotë me vaj. Mandej 2 deri në 3 lugë të gjellës me kakao, një pak o pluhur për pjekje, edhe miell derisa të na formohet brumi. Mirë po te pjesa e dytë, pra duhet të kemi kujdes me mielin, për shkak se kur shtojmë kakao tek brumi shumë shpejt mund të forcohet. Pra mos ta bëjmë edhe shumë të fortë brumin. Pra mielin e shtojmë gradualisht nga pak, edhe këtu miell na shkon më pak, do me thonë dikon 300 gram miell. Pra te brumi i bardhë më shumë miell, këtu dikon 300 gram miell. Edhe tash vazhdojmë kështu derisa të formohet brumi. Po e vreni që po e ngjeshim edhe brumin e dytë, pasi e kena formu, edhe tash vazhdojmë edhe i ndajmë në pjesë të vogla. Pra nga secila ngjyrë do të ndajmë pjesë të vogla. Pastaj do të formojmë toptha të vegjël e si shkon procedura krejt e shohim në fund. Që tatlijat ju bëhen format krejt të njëjta, mundeni që secilën pjesë ta matni edhe t'ja caktoni pra gramaturën sa doni me e bë pra një topth. Unë i kam bë dikun 30 gram secilin topth ose 31 gram. Mbarët sa brum keni, do me thonë 30 gram secilin topth e bani, edhe sa topthat ju dalin aq. Dhe tash vazhdojmë edhe me pjesën e dytë me kakao. Në të njëjtën mënyrë vazhdojmë i masim edhe i formojmë kështu koleç të vegjël. Po vreni do me thonë mallsinë e kanë të gjitha të njëjta. Pasi të formojmë, tash vazhdojmë edhe ju japim formë edhe tatlijes. Marrim kulaçin e bardhë të voglin, edhe tash vazhdojmë e qelim kështu si në video. Pra e hollojmë me duar që të zgjatet. Edhe gjatësien ja bani kështu sa në video. Tash e marrim një me kakao. Vazhdojmë e hapim pra kështu, duke zgjatur sa e kena bë kështu të parin, sepse kështu japim formë edhe ëmbëlsirës, në formë të lules që bëhet shumë një formë e mirë. I bojmë bashkë dhe tash i rrotullojmë. Kështu bëhet ajo laramania e ngjyrave, edhe marrim pamjen shumë të mirë, por edhe ngjyrë kanë shumë. Tash i mbështjellëm, pra i rrotullojmë edhe
i bojmë bashkë krejt në fund. Pra mund t'i sillni kështu, edhe tash rrotullojmë edhe janë gati. Kështu e formojmë krejt brumin e tatlijes. Pastaj i vendosim në tepsi. Tepsien e kam lyer me vaj, furrën e shporetit e kam nxehur në temperaturë 200 gradë. Vazhdojmë tatlien e pjekim në 200 gradë për 15 deri në 17 minuta, duke kontrollu. Tash e përgatisim shërbetin, edhe për shërbet do të përdorim 5 gota me sheqer edhe 7 gota me ujë, 1 fet limoni, e përzim 1 paku me sheqer vanilje edhe vazhdojmë shërbetin e zijejmë. Pra, pasi tatlia të jetë pjekur, vazhdojmë e zijmë shërbetin. Shërbetin e lam që të vloj kështu për 20 minuta. E pastaj largojmë nga zjarri, e lëm pak që të ftohet. Dhe tani, pasi tatlia është ftohur tërësisht, vazhdojmë pra e hedhim shërbetin. Po shërbetin e leni pak të ftohet 2 minuta, mandej e shtoni. Pastaj e lam që ta thith shërbetin, pra tatlia e ftoft, shërbeti i nxehtë. Me njëherë e mbulojmë, pra pas 2-3 minutave që ta pi shërbetin, edhe tash unë veç po i shtoj pak kokos, do ta la që të ftohet, mirë po sa për ta demonstruar, pra unë do ju tregoj se si është bërë edhe kjo ëmbëlsirë. Provoni recetën, bëhet e mirë e shishme, një recetë pak më ndryshe, bëhet pra më e lehtë për tu hangër, nuk është sikur ato tatlijat me shërbet të rëndë, pra pak më e lehtë vjen, edhe kështu pra. Na bëf mirë edhe juve, ju bëf mirë nëse do ta provoni. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.